Kurioz për të ditur dy shenjat më me fat të muajit gusht, ja kush janë. Dashi. Energjia që rrethon do të jetë pozitive dhe pasionante. Këtë muaj, kozmosi inkurajon dashin të vërë në zbatim të gjithë frymëzimin krijues. Bota do të jetë sheshi i lojrave dhe dashi do të shfaq fëmijën brenda vetes. Në ato momente argëtimi, dashi duhet të lidhet me këtë lloj magjie sepse universi thjesht do t'i jap një dorë. Luani. Muaji ku do të shkëlqej. Është koha që luani të dalë më shumë se kur në skenë dhe të shkëlqej, të tregoj talentin dhe të marrë gjithë vëmendjen dhe vlerësimin që meriton, kudo që të shkoj. Këtë muaj, luani thjesht duhet të vazhdoj të jetë vetvetja. Besimi dhe intuita do të jenë armët e tij më të forta. Ky muaj për luanin do të jetë thjesht i lavdishëm.